Atëherë më lejoni t'ju falenderoj edhe një herë për kohën e juaj në përcjellje të takimit të radhës mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vendosje dhe përfaqësuesve nga të dy partitë. Siç ju kemi thënë dhe herën e kaluar, pas dakordimit rreth parimeve për presidentin apo presidenten e ardhshme të Republikës Kosovës, sot kemi vazhduar me diskutime rreth emrave konkret. Në tërësinë e emrave të prezantuar, mund të them me bindje të plotë se të gjithë emrat në masë të madhe, dikush më shumë e dikush më pak, është në vijim me parimet e takuar deri më tani. Dhe në këtë drejtim le të themi se ky është një hap përpara, meqense se nga koncepti politik rreth parimeve kemi kaluar në emra. Për shkak të ndjesisë së procesit, ju lus për mirë kuptim, nuk mund të diskutoj për emra konkret në këtë fazë, por do të takohemi sërish për të finalizuar dhe për zgjedhur presidentin e ardhshëm të Republikës Kosovës. Unë nuk mund të flas me numra sa kanë qenë, sa do të jenë, por po përpiqemi, meqense se jemi të interesuar që t'i japim stabilitet Republikës Kosovës, meqense se kuptojmë ndjesinë se në Kosovë ka shumë zëra për destabilitet e shumë pak zëra të arsyeshëm për stabilitet, duam të jemi zë të arsyes për këtë stabilitet. LDK është garancë institucionale historike 37 vjeçare se presidenti i Republikës është i denjë për postin që ka dhe për këtë popull i Kosovës do të ndihet komod. LDK-ja as nuk e konsideron kuvendin vetiju, as nuk, nëse mund të përgjigjem. A më pyetët, tani më lejoni t'ja përgjigjem, besoj që është shumë me interes përgjigjem. Pyetjen e kuptova. Pra ne nuk e konsiderojmë kuvendin. Ne nuk e thrasim seancën e kuvendit. Për LDK-n jemi në paqartësi të thella kushtetuese. Këtë kemi thënë që nga dita e parë. Por dhe për LDK-n kemi qartë se presidenti zgjidhet prej afatit 60 ditor. Pra LDK-ja gjën e vetme që mund ta bëj është të jetë arsyeshme në zgjedhjen e presidentit apo presidentes së ardhshme të Republikës Kosovës. Por nëse dikush ende beson se LDK-ja është vagon i ndonjë partie tjetër, kohët kanë ndryshuar shumë. LDK-ja është e LDK-s. Vetëm anëtarësisë LDK-s, mësoni me një LDK të tillë, ju lutem. Dhe LDK-ja në këto diskutime flet me bindje të plot për atë çfarë përfaqëson historikisht 37 vite. Ne duhet të bëjmë përpjekje të gjejmë zgjidhje. Garanca vetme kushtetuese dhe kohore është mos mirë me vesh. Rrëdhëmisht të shkaktojmë edhe një palë zgjedhje 4 herë në 2 vitet e fundit. Unë po përsëris një herë, zëra mjaftueshëm për destabilitet politik në Kosovë ka, Kosovës i duhet arsyeja dhe rezoni për stabilitet ardhshëm. Dhe për këtë po përpiqemi. Nuk është e lehtë, gjëja më e lehtë që të bësh Kosovë është tërhiqesh. Dhe të lësh vendin shkon në kriza të vazhdueshme pas një zgjidhje. LDK-ja këtë kulturë institucionale nuk e ka, LDK-ja i beson vetes, i beson bindjeve që i ka, dhe do t'i besoj dhe presidentit ose presidentes së ardhshme që duhet të zgjidhet. Për këtë po përpiqemi. Dhe përderisa përpiqemi, besoj se bëjmë mirë. Gjëja më e thjeshtë që mund ta bëjmë është mos përpiqemi, të distancohemi, atëherë zgjedhjet e kemi të garantuara. Ju falenderoj shumë.